Përshëndetje miq, sot jemi në Kosovë, këtu në qendrën e Ferizajt. Kam nderin ta kem në një intervistë të shkurtër Fatmir Ramushollin, i cili që në moshë të re u largua nga vendlindja e tij, shkaku i pushtetit të atëhershëm, i cili ka detyruar shumë të rinj të largohen nga vendlindja e tyre. Por Fatmiri asnjëherë nuk u dorëzua, ka vazhduar me humanizmin e tij në sferën e kulturës, në sferën e politikës dhe shumë të tjera. Po për më shumë, ju ftoj që ta ndiqni vetë Fatmirin të na flas për këto detaje dhe të na tregon kush është Fatmiri më detajisht. Përshëndetje, faleminderit që pranove edhe një herë. Me kënaqësi, faleminderit edhe ju për interesin e ju që keni zgjuar. Siç e thej edhe vetë, unë quhem Fatmir Ramusholli, vi nga një fshat i komunës Ferizajt, i lindur, i rritur. Shkollën e mesme kam kryer në Manastir, shkollën e mesme ekonomi komerciale kam kryer po në Ferizaj, ndërsa studimet i kam ndjekur në shkollën e lartë pedagogjike në Prizren. E theti mirë, atko pushteti i Miloševićit e instaloi një pushtet të dhunës, ne si rini studenta, edhe pse ishim një gjenerat e re, nuk u pajtuam dhe për këta filluam që ti pushtetit i kundërvyem me masat që të kuptohet rrethanat na i mundsonin, ne tham fjalën tonë, mandej kjo fjalë e jona për pushtetin atko ishte diçka e papranueshme, edhe kështu që nga ato aktivitete dhe punë tona filluan edhe mandej edhe për ndjekjet, kështu që një kohë isha i detyruar të strehom aty ku mundja, mandej një kohë edhe ato vende ku isha i strehum ishin të njohura për sistemin e instaluar atëherë të Miloševićit, edhe mandej nuk pata një rrugdalje tjetër përveç se të ikja pa dëshirën tem, pa vullnetin e tem, t'i leja gjitha ëndrat e mia, aktivitetet e mia, por ishte kjo mundësia, pasi që atëherë rrethanat politike nuk na lejonin që të ndërmirëm ndonjë hap ma të dhunshëm, me thënë kështu, ma popullore, edhe kështu që koha më dërgoi në Gjermani, edhe pse ne ishim në atë kohë, unë shkova në Gjermani prap vendlindja ime, vendi im, aktivitetet e mia nuk kanë pushu, sepse për mua çdo ka qenë primare, nëse vendi jam nuk frymon e lirshëm, atëherë unë edhe si individ nuk do e kishte kuptimin. Na trego disa nga aktivitetet, shembull që keni pasur.